Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, ullinjt shërojnë këto sëmundje, janë mosha që duhet i konsumoj urgjent. Këta fruta jo vetëm që janë të shijshëm dhe përdoren shumë në ushqime, por njëkohësisht janë edhe shumë të shëndetshëm. Ullinjt njëkohësisht rriten në përdrunjë të quajtur olea, zakonisht në Afrikë dhe në disa vende të tjera tropikale. Ata janë të pasur me hekur, kalcium, fibra, vitaminë K dhe E. Ja se çfarë mund t'i ndodh trupit tuaj nëse konsumoni ullinj rregullisht. Kur ju konsumoni ullinj, do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe të lipideve, të cilat janë të nevojshme për organizmin tuaj. Gjithashtu, ullinjt përmbajnë një substancë e cila bën të mundur djegjen e kalorive të tepërta. Acidi kryesor yndyror i cili gjendet në ullinj është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë për të zvogëluar sëmundjet e zemrës, kolesterolin, si edhe për ta mbrojtur zemrën tuaj nga sëmundje të ndryshme. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant, përkatësisht polifenolin. Këto substanca bëjnë mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira të cilat dihen se munden që të shkaktojnë infeksione virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të sëmundjeve. Ullinjt përpos që bëjnë mbrojtjen e organizmit nga infeksione dhe sëmundje të tjera, është vërejtur që ato gjithashtu mbrojnë membranat e qelisave nga disa lloje të sëmundjeve të KQI-ja. Edhe pse janë bërë shumë teste, gjithsesi është vërejtur që në zonat tropikale ku ullinjt përdoren shumë, njerëzit janë më pak të prekur nga këto sëmundje. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre edhe në qelisat e trurit, me që rast ato e vrasin stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një hulumtim në departamentin e neurokirurgjisë është vërtetuar që polifenolet, të cilat janë të gjendura në ullinj, munden që të ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe çrregullime të tjera psikike. Do të keni një lëkurë më të mirë. Ullinjt gjithashtu përmbajnë acid oleik dhe njëkohësisht vitaminën E, të dy këta përbërës krejt të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme. Vitamina E ka një funksion antioksidativ e cila e mbron lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtime në lëkurë. Në përgjithësi, nëse ju keni dëshirë që të humbisni peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullinjt janë zgjidhja e duhur. Ullinjt, siç e përmendëm në fillim të videos, klasifikohen si fruta me bërtham të familjes botanike njësoj si qershit dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasur me yndyrë të shëndetshme për organizmin. Megjithatë, këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet që do të merrni nga konsumimi i përditshëm i ullinjve. Përmirëson shëndetin e kockave. Një studim i fundit ka sugjeruar se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj, konsumimi i ullinjve është njëkohësisht shumë i rekomanduar për të patur kocka edhe më të forta. Ulin kolesterolin. Acidet yndyrore të gjendura pikërisht tek ullinjt duket se ndalojnë zhvillimin e enzimave të cilat janë përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes. Antioksidantët. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i polifenoleve. Këta antioksidant arrin të parandalojnë
akumulimin e kolesterolit në enët tuaja të gjakut. Janë shumë të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë Lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të kemi në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të kemi ne në organizëm. Efikas kundër rrudhave. Ullinjt përmbajnë acid oleik i cili e mban lëkurën tuaj të butë dhe njëkohësisht të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrudhat me të paktën 20%. Uli në rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasur me ynyra mono të pangopura dhe njëkohësisht uli në rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen në qoftë se ju konsumoni ushqime të cilat janë të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nënproduktet e tij. Uli në oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore të pangopura të cilat ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin që jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë mundur. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ullinjt kanë vlera të jashtëzakonshme pasi mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin tuaj imunitar. Ullinjt, sidomos ata të zinj, janë antioksidant të jashtëzakonshëm të cilët veprojnë si një pastrues i trupit duke ju shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ata ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju lehtëson dhimbjet dhe ul inflamacionin. Si ullinjt ashtu edhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe vetitë e tij të forta antiinflamatore. Ullinjt gjithashtu janë të rëndësishëm për flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë një ndikim të mahnitshëm në trupin ton. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve të pangopura yndyrore dhe omega 3. Këto acide ushqejnë dhe ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokët tuaj. Përmbajnë vitaminë E e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultraviolet. Vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe njëkohësisht flokët tuaj. Përmirëson sistemin e tretjes. Ullinjt janë ushqime të pasura me fibra të cilat janë të nevojshme për një funksionim sa më normal të tretjes. Vitamina E dhe yndyrat e pangopura pastrojnë zorrët nga radikalet e lira. Një filxhan me ullinj të zinj përmban 17% të marrjes ditore të fibrave, që ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të ushqimit dhe shpërndarjen e tij. Ndërkohë, ullinjt ju ndihmojnë edhe të humbisni në peshë. Ato janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse do t'ju ndihmojnë në një mënyrë të shëndetshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!